Një nga aktorët më të njohur hollywoodian, Gabriel Garco, ka ardhur në Shqipëri për rolin e një shqiptari nga Lazarati që do ta luajë në filmin Lazarat Burning. Personazhi i tij mban emrin Bujar dhe është një djalë që babai i është qelluar gjatë mosmarrveshjeve me biznesin e drogës, ndërsa nëna i vdiq në fushën ku mbillet hashash. I pyetur se si mund të luajë rolin kur nuk e njeh sa duhet popullin dhe vendin ton, Garco përgjigjet: Të futesh në rol nuk do të thotë domosdoshmërisht jetosh në atë vend. Madje bëhet më të rrejë se për një aktor ku merr rolin dhe nis të njohësh kultura të tjera të vendeve të tjera, dhe kjo është e bukura e punës tonë. Aktori italian Garco vjen në Tiranë së bashku me producentët dhe aktorët e Mercury Films, Isa Zaroui, Marco Balsamo e të tjerë. Bashkëproducenti shqiptar Coloretto Cukali na zbulon disa pika të skenarit. Ky është një film që synon që Shqipërinë edhe vizualisht ta sjellë në mënyrë më të bukur të mundshme. Domethënë për treguar që këtu ndodh diçka qoftë dhe keqe, nuk e pse e xhiron në vendet më të shëmtuara dhe në lagjet më të varfra. Domethënë Shqipëria, sikur se gjithë bota, ka dy anë, ka anën e bukur, ka anën e shëmtuar. Piknisja e këtij filmi është se në Amerikë nga mediat dëgjohej vetëm për ngjarjet në Lazarat dhe në Kanada, Marijuana Lazarati shitej si markë cilësore, u shpreh Isa Zaroui, producent dhe bashkëskenarist me Pat Gibbons. Nëse pyesje në Amerikë se ku është Lazarati, përgjigja ishte në Shqipëri. Por ku ishte Shqipëria nuk e dinin. Nga Lazarati ne mësua më pas se kush ishte ky vend. Por e vërteta është se ky projekt filmik hollywoodian do ta sjellë Shqipërinë si asnjëherë tjetër në sytë të gjithë botës. Por jo për pjesën e keqe të Shqipërisë, por më të mirën. Xhirimet e filmit Lazarat Burning ende nuk kanë filluar. Filmi pritet të shfaqet në vitin 2017. Drejtori i këtij filmi është një nga emrat më të njohur të Hollywoodit, William Kaufman, ku do të luajnë aktorë të shquar të Hollywoodit dhe pritet të zgjidhen edhe një pjesë e aktorëve shqiptar, ku rolin kryesor Bujarin do ta luajë aktori i njohur shpesh për rolet negative, Gabriel Garco.